حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فلندرهم الله أمضرور تبارك وتعالى vetëm atë e madhrojmë dhe vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm atij I përulemi dhe I nënshtrohem. Dëshmojmë se ai është Zot një në qiell dhe nuk ka tjetër pos Tij. Dëshmojmë se ai është një Zot I adhuruar në tokë me të drejtë dhe nuk ka të adhuruar tjetër që meriton me hak të adhurohet pas të madhit Allah. Dëshmojmë se dini I Tij Islami është hak. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. E ai cili kërkon din tjetër jashta Islamit në asnjë mënyrë nuk do t'i pranohet, nuk do t'jetë prej atyre të pranuarve të I madhi Allah Azza wa Jall. Dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është vula e pejgamberëve të madhit Allah, është robit I cilin e zgjodhi I madhi Allah për t'ja zbritur Kur'anin dhe në përmjet tij me ndriquar këtë planet, me ndriquar këta njerëz me nxjerrur nga errësira në dritë, me qenë të lumtur dhe krenar krejt ata të cilët e pasojnë dhe përqafojnë këtë din, me siguruar një lumturi të kësaj bote dhe gjithsesi të botës tjetër, me ja rregulluar raportet njeriut mes tij dhe mes krijuesit të tij Allahut Azza wa Jall, duke mësuar atë se si duhet ta njoh Zotin e tij dhe si duhet të sillet ndaj tij, se si të madhroj dhe të adhuroj dhe të nënshtrohet dhe të I përulet vetëm atij, se si ta kfitoj kënaqësinë dhe mëshirën e tij, duke mësuar njeriun se si të sillet me njerëz duke filluar nga më I afërmi deri tek mbar njerëzimi, bile jo vetëm që ja rregullon raportet njeriut me mbar njerëzit,
por ky islam e mëson njeriun edhe se si të sillet me botën shtazore dhe bimore, dhe nga ky kontekst edhe shumë të tjerë, me plot bindje dhe sinqeritet dhe padyshim, dhe pa lëhatje dëshmojmë se ky islam është krenaria më e madhe, është dhurata dhe lavdata më e madhe e Allahut Azza wa Jall ndaj pejgamberit alayhis salam, fillimisht të cilin Allahu e zgjodhi, e nderoi dhe privilegjoi me barkët emanet të madh, e pastaj edhe mbi mbar njerëzimin apo ndaj mbar njerëzimit, siç ka thënë madhi Allah Azza wa Jall: wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika fasawfa tus'alun. Me të vërtet ky Kur'an o Muhammed është lavdat e madhe, është krenari e madhe, është dhurat e madhe dhe shumë e çmuar për ty dhe për ata të cilët të pasojnë ty. La ilaha illa Allah. Sa i madh është ky islam, vëllezër musliman, sa i mirë është ky din i të madhit Allah. A ka njeri në zemrën e të cilit ka depërtuar, a ka familje dhe shoqëri që këtë islam e ka përqafuar, e që nuk ka ndryshuar rrënjësisht nga ajo që ka qenë më parë, edhe zemra dhe shpirti i tij ndryshon, edhe ndjenjat dhe emocionet e tij ndryshojnë, edhe të menduaret dhe të paragjikuaret e tij ndryshon, dhe kështu në këtë mënyrë njeriu ndryshon krejtësisht thuase nga ajo që ka qenë para islamit, me atë që është bërë pasi ka pranuar dinin e të madhit Allah Azza wa Jall. Me fjalë tjera, ky islam u ndriçon njerëzve jetën, u afreskon shpirtin, u ndriçon loçkën e zemrës edhe i bën të lumtur, duke ju shqyer ata me mjalt, në mëngjes dhe në mbrëmje, sa herë ta përkujtojnë Allahun, sa herë ta dëshmoj se Allahu është një, sa herë t'i binë sejdë të madhit Allah, për çdo çast vetëm sa ëmbëlsohen dhe shpirtat e tyre më shumë freskohen, ushqehen. Shembujt e tillë janë të shumtë, dhe nëse vëzhgojmë apo vështrojmë historinë nga çastet e para të zbritjes së shkëndijave qiellore në Mekën e mbuluar me errësira të shirkut dhe të kufrit, me errësira të idhujtarisë, me mëkate dhe harame të shumta, të cilat e kishin mbushur dhe rrethuar atë vend që në një kohë ishte i pastërt nga idhujtaria, në kohën kur i bekuari dhe i dashuri Allahut Ibrahimi alayhis salam ndërtoi me urdhrin e Allahut Qabën e bekuar, por më vonë u njollos me njolla të shumta të kufrit dhe të shirkut, dhe njerëzit e humbën kuptimin e tyre, e devijuan rrugën e tyre, e Allahu i nxorri nga errësira në dritë. Historia tregon se shumica e sahabëve të pejgamberit alayhis salam kanë qenë të tjerë krejtësisht nga ajo gjendje në të cilën janë kthyer pasi që e kanë përqafuar islamin. E shembujt nuk përfundojnë një nga një, por në këtë çaste të shkurta do ta kisha marrur për shembull një grua të devotshme, një grua shumë të aftë dhe intelektuale, një poete shumë të njohur dhe një gjuhtare shumë të shkaft, gjurmet e së cilës, fjalët e së cilës nuk u shlyen deri sot dhe do të vazhdojnë edhe më tej, një grua e quajtur me emrin Khansa, e cila ishte njohur si poete jo vetëm në Mekë por edhe Gjetiu,
përjetoj gjendje të ndryshme që ja vlen të ceken dy sa për ilustrim, njërën sa ishte në kufër idhujtari, e tjetërën pasi që e përqafoj nurin e të madhit Allah. E të shofum se qka i bëri Islami kësa i gruaje të bekuar, gjatë periudhës me kase ende sa ishte pagane, idhujtare qufare mushrike, i vdiq vlau i saj i quajtur me emrin Sakhr, vlla për të cilën ishte motra shumë e lidhur, e dënte vlaun shumë, e zakonisht motrat më shumë i dojnë vllaznin se sa vllaznia që i dojnë motrat. Kështu Zoti i ka falur dhe i ka krijuar, andaj lumja i cili ka motra dhe afrohet dhe freskohet dhe knaqet me motra, dhe në përmjet tyre fiton edhe knacin e të madhit Allah, sepse mëshira dhe respektin ndaj motrave është adhurim dhe ibadet i madh te i madhi Allah Azza wa Jall. Kjo grua me gjuhën e gjatë që e kishte dhe me aftësitë e saja letrare, i ruajti flokët e saj dhe u sillte rreth Qabes dhe duke vajtuar i shkynte teshat e saj, e griste trupin e saj dhe vajtonte për vllaun e saj, të cilin e humbi i avran. Dhe jo vetëm kaq, por ajo thurri vargje, aq të mëdha dhe aq të bukura, aq shumë kanë përmbajtje vajtuse dhe mjerimi, sa që më vonë me shekuj, ato vargje o sallën shembull në letërsinë arabe, dhe edhe sa dhe kësaj dite mësohen në për shkolla dhe fakultete, se si një grua diti ta vajtoj aq të mërshum vllaun e saj të cilin e humbi, o që ditën familja rrethi i saj, o që ditën edhe shoqëria, për kitë grua se si në atë mënyrë diti ta vajtoj dhe ta mjeroj gjendjen e saj, në të cilën ajo arriti pas humbjes së vllaut të saj. Por e njëjta grua vëllezër musliman, kalojnë vitet, kalojnë qastet, dhe vija rahmetit madhit Allah, dhe zbret mëshirat madhit Allah, dhe zbresin shkendijat e nurit dhe dritës qellore në zemrën e kësaj gruaje të mençur dhe intelektuale, dhe përqafon Islamin, sikurse shumë gra të tjera të atij zamani, të asaj kohe të bekuar. Dhe pastaj vije koha për gjihad, vije koha me mbrojt dinin dhe vatanin, dhe Khansa tashmë të 4 djemtë e saj i nis dhe i pregadit për luft, për ta ngritur lart fjalen la ilahe illallah. E Allahu i madhruar don këtë grua të bukur dhe të sinqert e të devotshme për ta sprovuar, dhe mu në të njëjtën betej i ja pranon për dëshmor shahid të 4 bijt e saj. Djali është më i dashur se sa vllau, djali është loçka e zemrës dhe e shpirtit, ani pse vllau është shumë i dashur, por djali është më i dashur sepse është pjesë e gjakut dhe e shpirtit tënd. Por a thua si u gjend dhe si veproi Khansa tashmë në Islam, kur i humbit 4 bijt e saj, a veproi si që veproi në gjahiljet, kur e tronditi në dunia me vajtimin e saj që e humbi vllaun? Jo asesi, por ju mbështet madhit Allah dhe ju drejtuat madhit Allah me fjalt e një femre muslimane, fjalt të cilat borojnë nga një zemër, tiktaket e si cilës dëshmojnë se Allahu është një, dhe se kjo zemër nuk rrah për askën tjetër, vetëm për krijuesin e saj. Tha ajo e bekuar, radiallahu anha, elhamdulillah prej të madhit Allah, i cili më pranoi fëmijët e mi, shahid mi mori,
e lust madhin Allah Azza wa Jall që të më bashkoj me ta ditën e kiametit dhe në gjennetet e larta të madhit Allah Azza wa Jall. Po vëllezër musliman, e njëjta grua me të njëjtin emër, belaja e dytë më e madhe se sa e para, e kush ishte vallë, ajo që ndryshoi gjendjen dhe situatën e saj, ishte Islami padyshim. Ky Islam vazhdoi të ndryshoj gjendjen e njerëzve dhe jam i bindur se edhe tek ne, ndoshta edhe në këtë mexhlis të bekuar, në këtë xhami shtëpi të madhit Allah, e kemi ndonjërin prej vëllezërve të cilët kanë pësuar ndryshim rrënjësor para se me qenë të udhëzuar dhe pasi që janë udhëzuar, e ata din vetë ta përshkruajnë gjendjen e tyre më mirë se sa ne dhe çdo kush tjetër. Vetëm ata din të na flasin e të na shpjegojnë se çfarë njerëz kanë qenë para se t'i binë Allahut në sejdë, para se të marrin abdest 5 herë në ditje, para se t'i përkushtohen të madhit Allah me krejt qenjen e tyre, dhe pasi që janë bërë musliman të vërtet dhe të sinqert e të devotshëm. Pra vëllezër musliman, ky Islam se që ndryshon individin, e ndryshon familjen dhe shoqërinë, dhe shoqëria arabe nga e cila filloi ky Islam, krejt bota e njeh se si dhe ku ka qenë, askush në këtë dynja nuk e ka njohur, thua se fare vlera nuk ka pasur, por për pak qaste zbriti nuri dhe drita të madhit Allah, dhe për më pak se një shekull çajo shoqëri beduine analfabete, çajo shoqëri e cila i varroste bijat e tyre të gjalla në dhe e hëngshin njani tjetrin thuase për së gjallit, dhe nuk lejshin dukuri negative mkat e haram, pa bërë e njëjta shoqëri të njëjtit njerëz arritën një famë të madhe, sa që nuk mbeti kush në botë pa ndëgjuar për ta dhe pa ju lakmuar atyre, nuk mbeti vend në botë e që nuk depërtoj suneti dhe tradita e tyre, fjalet dhe veprat e tyre, nuri dhe drita dhe misioni të cilin ata e shpërndanin, derisa erdhi edhe në vendin ton, në këtë Ballkan të mjeruar, të cilin donin ta gëlltitnin dhe ta përbinin për së gjallit fuqit e ndryshme, në veçanti këtë popull të shkret, por rahmeti Allahut ishte më i madh se sa forca, vullneti dhe dëshira e armiqve të madhit Allah, e armiqve të këtij populli, e Allahu solli në këtë vend rahmet dhe mëshirën e përmjet atyre burrave të mëdhej, të cilët i lanë familjet dhe pasurinë e tyre, lanë shtëpit dhe çdo gjë, vetëm e vetëm për ta përhapur fjallën e të madhit Allah, e Allahu i bëri sebeb dhe i bëri shkak, e neve zemrat në ndryqoj, dhe krejt këtë tokë pas errësire e ndryqoj, dhe e mbrojti këtë popull dhe këtë shoqëri nga një asimilim dhe një shkatërim i domosdoshëm, dhe nga i cili thua se nuk kishte në asnjë mënyrë shmangje dhe shpëtim, e ky Islam na shpëtoi, e ne e dimi fort mirë sa armiqtë e Islamit, jo vetëm në vendin ton dhe në kombin ton dhe në qytetin ton, por gjithandej nga zamani dhe koha e Nuhit alayhi salam
dhe me thanë prej fillimit të dynjas deri në këtu qaste, dhe wallahi do të vazhdoj edhe më tej, e kanë luftuar dhe kundërshtuar nurin dhe dritën e të madhit Allah, dhe i kanë konsideruar musliman dhe islamin të dëmshëm dhe antinjerëzor, dhe se ky islam u ka turbulluar atyre ujt, u ka prishur planet e tyre, sepse u ka marrur bitë dhe bijat më të mirë, dhe u ka ndriquar zemrat e tyre, e i ka bërë pjesëtar të denjë dhe të palohatshëm të fjales la ilahe illallah, nga mlefi i madh, nga inati i madh, dhe nga pamundësia për ta luftuar, për ta mposhtur këtë islam, kanë filluar ta kritikojnë, e ta kundërshtojnë dhe ta sulmojnë, por ky ishte më i madh, është dhe do t'jetë më i madh, se sa që të nënshtrohet dhe të dorëzohet, se sa që të mundet nga çdo forcë, nga çdo ideologji tjetër, me emrin e të madhit Allah, krejt këtë, se ky Kur'an i nxjerr njerëzit pra nga errësira në dritë, dhe kënaqen dhe freskohen dhe ushqehen ata njerëz që kanë pranuar këtë islam, dhe wallahi dynjan me uadhan nuk kthehen më në dinin e më parshëm, çfarë do dini dhe çfarë do feje të ketë qetë ajo para islamit. Ka thani madhi Allah azza wa jall, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Me të vërtetë dhe pa dyshim, ky Kur'an drejton, udhëzon, i tërhek njerëzit drejt asaj çka është më e mirë, i mëson njerëzit drejt asaj çka është më e mirë, u mëson më të mirën e mundshme, dhe jo vetëm kaq, por i përgëzon dhe u jep myshdë atyre muslimanëve që kanë thënë la ilahe illallah, se ata do të kenë një shpërblim shumë të madh te i madhi Allah azza wa jall. Ne pasha Allahun e madhruar, i dëshmojmë Allahut në këtë moment dhe në këtë vend të bekuar, se jemi shumë të kënaqur me këtë islam, dhe se nuk ndrojmë në këtë din me asnjë çmim, çfarë do të qoftë çmimi, dinin e Allahut nuk ndrojmë, dhe lusim Allahun e madhruar që të na forcoj neve në këtë din, dhe ta forcoj këtë din vendin ton, dhe elhamdulillah për çdo ditë që lind dielli dhe perëndon, ka musliman dhe muslimane të ri, të cilët marrin abdest dhe i binë Allahut në sejdë për herë të parë, dhe thojnë la ilahe illallah me loçkën e zemrës, dhe i binë pishman dhe pëndohen për krejt që kanë bërë në të kaluarën. A ka forcë dhe fuqi që e ndalë muslimanin me përqafu e dinin e të madhit Allah. Elhamdulillah prej teje Zoti jon, dere sa të të knaqësh me ne. Elhamdulillah prej teje Zoti jon, që me këtë islam na ke ndëru, me këtë islam na ke bërë të mëdhej, na ke bërë krenar të ndihemin dinin tënë dhe në tokën tëne. Zoti jon runa neve këtë din, sa të jemi gjallë, na mundëson që këtë din të ambjellim bijve dhe nipave dhe stërnipave tonë në zemrat e tyre, që edhe ata ta adhurojnë Allahun si ne, të vazhdojnë edhe ata si ne, deri në momentin e vdekjes të jetojnë me islam. Zoti jon bina ditën më të mirë, ditën e fundit dhe fjalët më të mira,
fjalët e fundit kur dalim prej kësaj dynjaje, na mundson Zoti jon që fjala jon e fundit me qenë La ilahe illallah. Na letësa Zoti jon llogarin natën e vorrit, na zgjaran vorrin ja Rabbel Alamin, dhe na mundësan me u ringjallë me këtë Islam dhe me u kënaqur me këtë Islam dhe me frytet e tij kur dalim para lart madhërisë së tij. Zoti jon na mundësa ta shohim ftyrën e bukur tande, e që është kënaqësia më e madhe e muslimanit. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu Akbar.